Mirë më gjesi. Mirë se na erdhët prapë në Saba ora 5 që shu premtova, sot po nisemi për Vienë. Jeni të e pa jemi ala me Audi, po shem të shmendru kerin. Mi që të isha prej Audis në të dresh. Edhe gati mund nis. Kështu që për disa minuta ndrojna kerin. Edhe besoj që ka ora 6:30 mas vonti na jena në autoban. Pa me mani më mëngjes edhe me het. Kua që po shihet është mirë. Hala nuk ka bora në kiameta në sen. Mirë, isha rejti mirë. Inshallah në më kua sot me dili pak që me po edhe një video me të dreshën në autoban dikun pra. Kështu që në këtë video ose në këtë vlog mundeni me na përcjell dhe me prej Vienë, prej Prizrenit e në Vienë me të dresh. Inshallah kena me shku mirë e rahat edhe pa kur far probleme me mbo të dreshi. Kështu që prom në ra 9 natës e kemi ndru edhe një termostat të ujit, se ai termostat origjinal në ujit ka qenë një original i veti, edhe ai e lishojke fluturën diku 92 gradë, shumë nalt e lishojke. E unë e morëm një termostat që lëshon pak ma herët, kështu që mos të mbon problem më nxe motori ose diçka, pra ma sigurt e ndrum një trija që tëmë. A i ke dhe me akti fundit, edhe besoj që s'ka me pas probleme me nxemje. Pra, ora 5:12 rafsh, na unisëm, edhe ta këshyrim se qka ka me pru këj vlog, ka me pru shumë të lashe, apo kena me mri shnoshe rahat, edhe shohane për kufina nuk ka shumë njerës. Pra, sot rini me muna në këtë vlog, edhe mos rani like-ave, subscribe. Peace. Vëtë në gjasht. Unë nisem edhe me mush benzin, jo benzin, se unë vesën këta naftë benzin. Edhe të një 5 minuta pi pres këta, barë me ma mush asionik njena, i se di, ka janë. Ta shuim baja të punu kjo pumpa benzin, ta ju, që, sa e lajtëm shqipër jashtë atura, apet ka më bënë zhjub. Kështu që ta këshyrim koftë rruga hajrit, ta shkur mërina që shmina tek mina që se di as vesra. Mos doni me na këshyr. Ta këshyrim se qysh tek shka. A një të pasë qëfar tjeri është? Jena njës, kene hinë autoban, hajde me hajet në koft. Inshallah rruga e mbarë edhe mrina mirë. Po ecë për momentin të nalëzë 100-110 nuk penal, kjeri është full. Po mirë, gati para fush Kosovës jena, besoj që kam nga që mirë. Pa një mirë po ecë, jeni se dhe dritë më bo perfection. Amo që shbëshjet kufiner kam e qenë full se jem të pove që kere Gjermani, Zvicrës, njoj Gjermanis më nuk zë i vetë më unë jemi prej Austrisë. E besoj që më doket ka me pas pak si kushën në për kufi, po ta këshyrim pas pak.
nale me mush për herë të fundit në Kosovë, dhe me para se me në kufi unë nale me mush naft, benzin, që sa ma pak një dhanë aty në bostanave anena parat. Pra, për momentin mirë ka hecë tëri këtu, tëri në fushko, dhe me gënë në podojve në, tëri në podojve në ka pru mirë, e dhe kjale e pak gjama se u bërgjë. Ashtë tëri në vjen ka më bëbë këpërëm që dhe këna lau palive, a ditë po shnash, e këna e këvësin në mëllë, të sërë. Kështu që për momentin njërë mirë, fushko Kosovë, saba, kera, plot, për besoj që ka më pas semet mirë. Mrinëm kufi, kolona koka e gjatë. Ora 15:08, të këshyrim se sa kena me prit. Unë po besoj 1-2 orë. Ta këshyrim të. Kam da gjinja po lynë me letra për jashtë. Kam marrë letra shajnë me veti po lynë më ndoke. Katastrofë. Po thua? Me shty kada, shkon? Ja, dje, vë në shpikum në dje. Që rafsh 1 orë jena të prit në kufi për me dalë prej Kosovës. Po prap se prap mirë po shkan. Nuk janë të nejtë kjerat që shkan e 4-5 orë, po jem të e pa kufini për këtujt, kështu që po mdoket se mirë është, bashkë ta këshyrim të është. Besoj që kena me kalu, mas janë 1 orë gjysë, besoj që jena në Sërbim rënda. Kështu që hajri koftë. Two hours later. Që rraf 3 orë 15 minuta jena të prit. Tash kufinin e Kosovës e kalum, po presim me kalu edhe kufinin e këtyre bostanave, edhe mande me vazhdo. Që 3 orë 15 minuta të prit. Biro baco, nisuni për gërbetën ata, nisa. Mas 3 orë gjysë rrafsh kalum, hina në Sërbi. Kështu që nuk në ngucën shumë, vetëm nalën me këshu kerin, da është me këshu veç kerin, dhe po nalën veç kerin dhe me këshu, si jo me të kontrolon. Pra hina në Sërbi të ashtë e, rinë në Ungari dhe kena rrugën qelë, koha mirë, koha me dili, kështu që po vazhdojmë të ashtë për një jenë. Jemi rrugës për në autoban, nga të nishit jena, deri për këtë moment mirë po shkon rrugën, kështu që tash të kujtim në autoban, mande mo veç drejt e kena dhe me kena s'kena pas probleme, dhe të munal me këshyrë, me kontrolur në vajnë, a ka vaj po se të hargjën vaj, kështu që një për momentin mirë rruga qelë, koha perfekte, nuk ka shumë kjera, e deri në kufit Ungaris, pra. Ta këshyrim, që shka me dalë koha. Perfekt. Në zu edhe shiu mas 1 orë rrugën në autoban, e njësë edhe shimëra, po anena ka Ungaria po vetë që kamera dhe borë, se të nënë në Vjenë ose në Austri, po që ka la borë këtë kohë edhe mundë me në zonë borë edhe në Ungari. Isho edhe jo shumë. Ma jeni dhe po këtu të rashitesh, sa i daj të kjeri palivje.
Shka me ba. O kryesore njerë mirë po ecë. Ka kamionat i kaloj kret, as një kamion s'me la adin, që këshyre. Kamionat s'pilo frim me marë, ka piso pi te këlle me 130. Frim s'pile me no. Kështu që ta këshyrim tash të një vjetë qka që shtek. Nëse që s'ka me nazon pora madhe dhe shi. Shi një dojë ba. Sa të dush. Unë ale me hongër pak drejka darkë, s'ka vedi ora 3. Mas ditën e na alo 100 km para Beogradit. Autoroshi i kështu që në dyrkojt kadal. Edhe për momentin njërë kjeri mirë, mashallah, po ta këshyrim. Qysh po shkan. Pra një pauzë të vogël, të shkurnoni mi ma në Kufi. Kufi me Hungari, mandi ta këshyrim mandin e s'ka qyshte. Ja, mirë mramë, u bon nota. Kena mri tash në Beograd, ora 4:30 mramje në Beograd. Jo 15 koka ora. Kështu që 15 Beogradin e lam për mas neve, edhe drejt Kufinit për Hungari. Po halem të po kjera për Gjermani që në toa shumë, kështu që ka me qenë tishka, po mdoke tishka pak si bushëm. Po i shova terit mriu në Kufi atje kadal, ata në ashta vazhdojnë shkojnë, kalojnë me shpen. Shni otura bak, të rubo, shto që besoj që ka në 2 natës në vjen kësë me sot, po. Edhe pauzë e dytë, jena diku një 50 km afër Kufinit me Hungarin. Edhe kjerat po vazhdojnë, me mija kjerat të shkori ka Kufini, kështu që jam të abajt gajle pak që ku me mëjnë nesën savan shpi. Në duke 24 orë rrugë ku mi bokë, si vjetë. O të këshyrim jetë. Kjeri po punon mirë njëherë, unë alëm me bledit shka, një pauzë të vogël prapë. Edhe kështu që në ndajt pra vazhdojmë. Flak, shtoft. Alena në vjen në minus 3-4 gradi, shtoft. Kështu që të këshyri pra. Hej, Kufinin e Hungarisë e kalum, hinëm, nuk kena prit shumë për nga fak. Kena prit diku një 10 minuta maksimum. Sukon kërkush shkova me një kufi tjetër, me një kufi të vogël. Edhe patën fatë malë që nuk ke kërkush, edhe një 2-3 kjera kënë. Kështu që të jemi rrugës për Vjen, edhe moteri në Vjen ma këtë qelësht. Kështu që në gazon teri, edhe të është një drejtim Budapestit, mandej Vjena. Pra, mirë jena njerë. Vazhdojmë.
pak se në të kuqe ky nuk e dia a e tregon mirë a heq, këtë janë të kuqe në zera. Ashtu që si të lutë bingo heq ma mirë. Është po nalim një për një të kush pak. Edhe ma dhe me vështë prapë të vjenë. Me pikin e fundit për mdokët. Se kështu po shkon kazmaka. Ja, nena e kënes, po di sa ka, i ka 2 litra, 20 litra, ma mirë t'ja mushi 2 litra. Që mos t'a shty, se me shty s'ka me sapun e këta. Hajde. Hopala. Hajde një me mush. Ti dresh. Mora e harova cice. Brrr, koka ftoft. Ftoft. Ajde. Shka po, mëzën, benzin. Ma i shtreti, pak ma i liri, ala ma i lirë. Në cilën marim, na ma të lirin për marim, normal. Se s'kene sapna ma shtetim javan. Po kushton të ndokët 1,70, 1,80 të shka po kushton, ko që shtreti. Njëzet e 5 litra bolli ka, se në Vjenë është benzini shumë ma lirë. Pra për mushi vetëm 25 litra, ma në Vjenë mushi e rinë fut. Qërë shka është? Full. Pjesë të kjeri që kanë me tepër i kanë full, se të gjamat janë që kanë me tepër full. Kështu që, qka s'kemi? Hajde shkem të apagujnë është, se po në arrejnë ata. Ftoft. Marina, hinëm në Austrië, ora 10:11, kemi këto 10 minuta në 12, falë, 10 minuta në 12, na hinëm tash në Austrië, kështu që brenda 30 minuta jemi në shtëpia. Edhe thash që të regoj që kjeri tiri tash mirë nga ka pru, shnosh nga ka pru, perfekt nga ka pru, edhe mas gjysë ore me shku me tatë. Pra, faleminderit që kjetë me mu, këtë rrugës, besoj që to nuk i ka zonë gjumi, po, ju faleminderit edhe mos harroni me bo like, edhe me komentu,
nesër ose mas nesër do takojna edhe me Adin me bë edhe një vlog me finishin e të drejshit me pa tama me shku me la edhe një herë se s'mujtë me bë në Kosovë. Kështu që ky vlog këtu tash mbaron. Pra, shihemi në vlogin tjetër. Peace. Wow.